Në rastin konkret, se kam dëgjuar sot që nga historia e gjyqit Nurembergut e ku diun krahasime. Atëherë, unë kam qenë reporter që kam mbuluar çështjet e drejtësisë, gjykatës. Nuk kemi patur fare kafaze derisa është krijuar Prokuria për Krimet të Rënda dhe Gjykata për Krimet të Rënda. Aty janë vendosur për herë të parë kafaze me hekur. Pra, deri aty s'kishte, prandaj s'ka qenë njëri në kafaz. Në momentin që është krijuar Spaku, është vendosur për herë të parë që të jetë një kafaz me xham. Tani është bërë gjatë kësaj vere, madje tani në dimër, ju bën një rekonstruksion godinës, kur është gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, dhe kjo është salla numër 1. Salla numër 1 ka kafaz me xham të blinduar. Sallat e tjera kanë kafaz me hekur, nuk kanë kafaz me xham të blinduar. Tani, në proceset e mëparshme që mbajmë unë, po thoj mbajmë gjithë proceset e mëdha që kanë qenë, pra, politikanët nuk kanë qenë të futur në kafaz, por që kur ka filluar Spaku, që nga Lefter Koka, Alqi Bllako, Erion Velia, Ilir Beqja, gjithi kanë futur në kafaz. A duhet të jenë në kafaz apo jo? Nëse do më pyesin, më mendoj që jo, sepse nuk përbën rrezikshmëri për që në kafaz, sepse kafazi ka problem tjetër. Ka problem komunikimi, salla është e madhe, dhe brenda kafazit, po të shikoni, nuk ka mikrofon. Dhe është vështirë që ai të dëgjojë gjyqtarin, përveç asaj deri para dhjetori ka që më keq është, ka që vetëm me disa vrima. Tani kanë për të paktën një që mund të fusësh dhe dorë, mund të kaloj dhe letra nga brenda jashtë, pra të komunikojë me avokatin. Por në të mirë të procesit, është që ai të ketë avokatin në krah sepse se ka këtë lloj rrezikshmërie. Dhe gjykata sot është shumë e sigurt. Ti për të hyrë si avokat do kalosh 2 skandra. E fundit që do të them, krahasimi me Kosovën, me Italinë, ku diun. Në Itali ishte maksi procesi me mafia, ndërtuar një sallë gjykate bunker, prandaj ata i vendosën atje në kafaz. Kosova nuk ka kafaz. Nuk e aplikon as kafazin me hekur, as kafazin me xham. Në proceset që nuk kam qenë në Kosovë, përfshi dhe procesin e fundit të vrasjes në Kosovë, dënimi me urgim përjetshëm, madje dhe për autorët e sulmit në Banjës ku vra dëshmorja dheut Afrim Bunjaku atje, nuk kanë qenë, edhe pse ata përbëjnë rrezik të lartë, nuk i kanë parë të vendosur në kafaz. Pra, çështja e vendosjes në kafaz apo jo, është thjesht një vendim gjykate. Gjykata mund ta, nëse e shef të arsyeshme, mund ta vendosin krahët avokatit, ata e kanë vendosur në këtë formë. Dhe gjëja tjetër që do shtoja këtu është pjesa e transmetimit live. Ajo që ndodhi sot ishte më mirë mos transmetoj fare. Sot nuk ka patur seancë, sot thjesht se sa arriti të tapi seanca, pasi nuk merrte pjesë një nga të pandehurit që është Fatime Kryemalli, nëna e Monika Kryemallit, dhe si ishte as avokati i saj. Pra sot u bë thjesht vetëm një prezantim. Dhe kamerat nuk kanë asnjë vlerë, Spaku edhe GKK-ja kanë praktik, nuk kanë lejuar asnjë seancë me kamera brenda. Aq më tepër tani që jemi gjyq paraprak. Gjyq paraprak nuk lejon as gazetarët ty brenda. Në rastin konkret, nëse do ta gjykojë gjykata që ajo të transmetohet live, siç i bën gjykata kushtetuese që ka një linjë dhe ti e shikon gjithë procesin gjatë gjithë kohës, në GKK nuk ka ndodhur deri tani të ketë patur transmetim live. Dhe kjo forma që u zgjon sot për transmetuar vetëm momentin kur hyn gjyqtari dhe bëhet apeli, kjo shërbeu më tepër për ta dëmtuar Ilir Metën, sepse ka krijuar një imazh të njerëzve dhe kjo është një gjë që ngelet në mendje. Ilir Meta sot e merreshin të gjithë me imazhin e Ilir Metës, me pamjen e Ilir Metës. Dhe mos harroni, ai ka 18 muaj në burg. Ai vetëm mungesa e diellit, imagjinoni, ka 1 orë në ditë për të dalë. Zonja Monika Kryemalli në lidhje, ju lutem regjia. Monika, mirëmbrëma, faleminderit. Mirëmbrëma. Zonja Kryemalli, procesi ndaj jush dhe Ilir Metës ka nisur tashmë në themel, sot. Jo, është në paraprak, s'është themel. Paraprak është ky? Jo, themel është. Themel, po, themel. Po dhe duhet, ndoshta mund ta korrigjoj pak tanin. Po, në themel, po ke drejt. Paraprak nuk lejon gazetarët. Sot ka filluar gjyqi në themel, paraprakja mbaroi me 18 mars, ku u dha vendim që s'kishte të bërë vaki ndonjëherë, që i la detyrë që të bëj gjykata edhe gjykim në themel, por edhe hetim njëkohësisht, pasi në dosjen e sjell nga prokuroria mungojnë dëshmitarët kyç për të cilët akuzohem unë për veprën e korrupsionit dhe më pas në bashkëpunim me që se kam flet me i krevat me Ilir Metën. Pra, 2 gjëra ka sot procesi sotshëm. Procesi sotshëm është edhe një gjë tjetër, nuk është se mungon të mamaja ime, as avokati saj, por me qënë se mamaja ime ka kërkuar gjykim të shkurtuar dhe të ndarë nga çështja,
gjyqtarja kishte kapur që në deklaratën notariale, pra të prokurës që ka bërë mamaja ime, nuk ishte vendosur çështja për gjykim të shkurtuar, pra nuk e ka autorizuar që të kërkojë gjykim të shkurtuar. Ku ndërkohë, mamaja ime ka firmosur deklaratën, kërkesën për gjykim të shkurtuar që është dorëzuar në gjykat, por unë mendoj që ishte thjesht një sebeb për t'i pezulluar afatet Ilir Metës dhe për të ashtyrë, sepse dhe vetë prokuroria nuk ishte e gatshme me çfarë kuptuar. Kjo është më e rëndë se ka fazi sot, zonja Kremolli. Pezullimi i afateve të burgut do thotë që ati nuk i njihen ditët e burgut deri seancën tjetër. Pra nga sot deri në datën 11 Ilir Metës nuk i njihen këto ditë burgut. Kjo shumë e rëndë, nuk i njihen afatet e pezullimit, pra nuk i njihen afatet e burgimit, dhe jo vetëm kjo, por edhe për raste të tjera ka qenë. Pra, se sa çfarë problemi ka? Po, nëse mungon avokatit zotit Meta, por nëse mungojnë avokatët e tjerë, apo nëse mungon një pandehur tjetër, s'ka punë. Ilir Meta ishte në sallë dhe ka qenë gjithmonë në sallë. Por kjo nuk është problemi këtu. Tu problemi qëndron tek mënyra që ne nuk kemi një proces gjyqësor që kërkojmë të vendosim drejtësi apo të faktojmë një gjë. Ne këtu kemi një as gjyq publik s'është më, sepse kjo do t'ju kthehet në gjyq publik vetë sistemi drejtësisë. Ai ka probleme e gjithë çështja, e gjithë dosja. Unë sot kam marrë ekspertimin e telefonit, domethënë kam arritur ta marr edhe pse ka pas vendim gjykate nga Irena Gjoka për të marrë telefonin dhe përgjimet, sot kam arritur të marr vetëm telefonin dhe prap edhe ai duhet të gjejë një kompjuter apo stafat për ta hapur, për ta bërë, sepse edhe ai nuk hapet, domethënë. Kanë procedura të cilat e zvarrisin në mënyrë ose të bëjnë shumë të vështirë që ti të marrësh, po themi, provat që ata mendojnë që të bëjnë ty pis, dhe ndërkohë çdo provë që ty të shfaqson, ata nuk e kanë të paraqitur në fashikujt dhe në dosjet e tyre. Për të mos vazhduar më që lista e provave që dosja ku shkon gjykat, në momentin që ne fajisemi me fashikujt, marrim dhe listën e provave, as ai nuk na është dhënë në fund të gjyqit. Para prakt, pra se do të pyesë në mënyrë specifike për procesin. Jo, një sekond, me njëherë do ish. Tani, fare shkurt një të më thosh, që ndodhin seancë, ti fole me Metën apo jeni që nuk flisni me? Jo, nuk flas me zotin Meta, të më thënë në as në kushtet të tilla kur je aty? Fare, unë kam zero komunikimin me të dhe do ta kem zero komunikimin. S'keni asnjë kontakt? Unë flas vetëm në proces gjyqësor, për të bërë mbrojtjen time. Normalisht është e vërtet që ajo që tha edhe avokati zotit Meta, që zoti Meta ka marrë vetëm fashikujt që përfshihen vetëm për çështjen Çesdia, sepse edhe çështja Çesdia është vetëm me artikuj gazete, nuk ka asnjë provë dhe asnjë gjë, dhe gjithë pjesa tjetër është e gjithë marrëdhënia ime familjare me maman time, me gjithë gjërat, veprimet e mia që kam bërë, të cilat pretendojnë që janë, po themi, në bashkëpunim me zotin Meta. Pra, kur unë kam bërë operacionin, po themi që kam hequr mitrën në 2019 dhe kam paguar 5.000 euro cash për operacionin, nuk i kam deklaruar,